Dhe do të merremi me politikat vendore. Disa koalicione tashmë janë bërë publike, ndërsa të tjerët po zhvillohen pas dyerve të mbyllura. Takime të fshehta, negociata të minutës së fundit dhe llogaritë të reja politike po bëjnë këtë javë vendimtare për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Por kush mund të befasoj deri të dielën? Kush po negocion në heshtje dhe cili koalicion i ri mund ta përmbys garën? A do të jetë diaspora faktori vendimtar përfituesi në garën nacionale? Këto çështje i diskutojmë me një super panel ku të ftuar në studio kam mikun dhe kolegun tim gazetar Ardian Gaxherri. Kënaqësi të jesh me ne. Asia ime, faleminderit. Miku i emisionit ton zotëri Lulzim Veliu sot na kënaq me prezencën e tij në studio. Kënaqësi të jesh në studio sepse zakonisht i kemi me lidhje bisedat tona. Asia është e ime, faleminderit. Dhe pikërisht zoti Veliu në këtë situatë ku është hapur diskutimi në mënyrën se si do të votojë diaspora, do të kushtojmë kohë të rëndësishme dhe kësaj pjese, sepse krijohet përshtypja duke ditur që ka pasur një sistem të kurtit që 28 dhjetorit të jetë data zgjedhjeve, pra ka pasur aludime dhe është konstatuar tashmë se kjo datë është zgjedhur për t'ju adaptuar diasporës që të vinë. Pra, a po e vendos diaspora fatin e qeverisë së ardhshme të Republikës Kosovës? Jo, unë nuk mendoj se diaspora do të jetë përcaktuese, për shkak se pa më dhe në zgjedhjet e fundit, pra në zgjedhjet e shkurtit e këtij viti që votat diasporës ka mund të bëjnë ndryshimin e 2 apo 3 deputet, po jo më tepër. Ndërsa sa i përket datës së përcaktuar 28 dhjetorin për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, mua më duket se është një datë jo shumë e mirë dhe jo e menduar mirë, pasi kemi të bëjmë për një periudhë pushimesh kur një pjesë e mirë e zyrtarëve të huaj që i kemi në Kosovë, duke filluar nga ambasadorët, pastaj të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar në Evropë e kanë periudhë pushimës kur kihet për bosë. Realisht, zotër Veliu, kjo është edhe arsyetimi i presidentës, pra se nuk do të mund t'i gjejmë vëzhguesit, besoj se kemi ndjekur bashkë me zotër Veliu. Po, me duket se presidentja nuk e ka menduar mirë, se sikur t'ishte bërë para datës së Krishtlindjes, atëherë vëzhguesit do të ishin më të aksesueshëm dhe më lehtë do të ishin pjesë e vëzhgimit apo monitorimit të procesit zgjedhor në Kosovë. Pikërisht data e Krishtlindjeve është si arsyetim që nuk do t'i kemi vëzhguesit, do të presim sa të përfundoj festa dhe pastaj të futemi punës. Kjo ka nga ajo që kemi dëgjuar. Ka 30 vite që jetoj në Gjermani, pra nga po them në Gjermani pasi të gjitha vendet e Bashkimit Evropian thua se e kanë të njëjtën praktik, nga data 22-23 dhe deri në datën 5-6 janar thua se askush nuk ndihet i gjallë, por është një periudhë e pushimeve të cilat ndërlidhen, pra Krishtlindja, festa të fundvitit, pastaj edhe me pjesë të ditëve të pushimit, dhe është periudhë kur më së paku punohet në vendet perëndimore. Dhe është data 28 data kur edhe vinë bashkëdhëtarët? Po pikërisht është ajo kohë kur edhe bashkëdhëtarët tanë, pra ne të gjithë që jetojmë në Gjermani e kemi periudhë pushimesh. Po pse edhe më herët Lulzim? Unë kam marrë për festat, për mua sot dhe nesër është festë kombëtare, domethënë për mua është më rëndësishme 28 nëntori se 28 dhjetori. Po vrehesh prej flamurit. Zotëri Veliu, dashur ta bëj këtë pyetje, cili është dallimi, pra pse po bëj një farloj gare se kur do t'i mbajmë zgjedhjet me 29 dhjetor apo me 28 dhjetor. Dua të di këndvështrimin tënd për ty si bashkëdhëtar joni që jeton jashtë vendit. Çka kanë dallim këto data? Çka ka dallimi i votimit tënd në Kosovë në vend votim prej atij votimi në një prej konsulatave tona jashtë vendit? Po pikërisht edhe unë këtë desha të them më herët, pasi që bashkëdhëtarët tanë që jetojnë jashtë vendit e kanë mundësinë e votimit me post, por edhe votimit të drejt për drejt në për ambasadat dhe konzulatat e Republikës së Kosovës, kudo që ata jetojnë. Për shembull, unë për vete do të votoj në konzulatën e Republikës së Kosovës që është në Düsseldorf, dhe nuk më prish punë fare pse nuk jam në Prishtinë. E pse ju prish politikës? Ndoshta e bën ajo euforia, e thirrja, ajo ardha e njerëzve të shumtë që do të vinë në atë periudhë, se nuk do të vinë me datën 28. Jeni të bindur, mërgjimtarët do të vinë nga data 20 e tutje, pasi që ajo është periudha kur fillojnë me pushime atje dhe vazhdojnë deri në fundjavën e parë të janarit. Në konsulat, por bashkëdhëtar të tjerë, mbasi nuk do ta kenë këtë fat, do ta kemi bashkë një prej lajmeve të cilat në fakt një prej vendimeve që u mor dje në KQZ e që ndër të tjera parashihet që bashkëdhëtarët, pra sidomos ata në Gjermani dhe Zvicër, të votojnë në palestra. Gaxherri?
Unë bazohem gjithnjë në ato që janë të thëna dhe të bërë. Kemi një deklarim të kësaj, ose një kërkes të ish ministrës së jashtme Zonjës Gërvalla Shfarc, e cila i drejtohet KQZ-s për të bërë që diaspora të votoj vetëm në konsulata ambasada, dhe ky ka qenë pa dyshim, ka qenë qëllimi që ato janë më lehtë të manipulueshme brenda konsulatave, ambasadave, votat për shkak se janë të kontrolluara nga qeveria, sepse ambasadorët 50% emrohen nga qeveria e Kosovës, konkretisht nga kuvendi, por si emrim shkojnë nga qeveria, pastaj kuvendi i miraton ata 50-50, ndërsa 50% tjerë janë ambasador të karrierës ose politikanë të karrierës. Dhe unë besoj që kjo tjetra në palestra, kjo është edhe më mbrapsht se sa jo në konsulata e ambasada. Atë që të doja të thoja është KQZ-ja. Kemi një KQZ cila ka dështuar në zgjedhjet nacionale të kaluara, po ashtu ka dështuar edhe në zgjedhjet komunale këto të fundit, dhe po ashtu kemi një KQZ e cila po bëhet vegël e lëvizjes vetëvendosje, duke mos marrë parasysh asnjë prej këshillave ose kërkesave të partive të tjera opozitore. Pse dështoj? Nuk po flas për zgjedhjet e tashme, sepse ishte skandaloze fakti i fletvotimeve dhe shifra më të, por në të kaluarët që të jemi pak më shumë kontekst saj bisedë. Madje me të drejtë të kroni, Gaxheri, se po ta kujtoj një moment kur ishte raportuar për ambasadorin Martin Berisha, i cili barte fletvotime me thasë ngjajshëm, ëh? Pikërisht këtë desha ta kujtoj. Avrita Malici që mirë se erdhe. Gaxheri. Se kolonat shto. Ne kemi parasysh që në zgjedhjet e fundit parlamentare, faqja e KQZ-s u bë sikur të ishte një faqe e Facebookut e ndonjë personi privat, ku nuk diheshin rezultatet se çka po ndodh me rezultatet, ishin komplet rezultate false, dhe ai është dështimi i KQZ-s, dikush i ka futur duart në atë sistem dhe askush ende nuk është përgjegjës për atë punë. Në anën tjetër i kemi ndryshimin e votave nga Martin Berishaj nga thasët në paketa, konkretisht në Sloveni. E pse bashkë në Sloveni? Sepse në Sloveni është ajo fabrika i cila i ka printuar fletvotimet e zgjedhjeve. Po ashtu, në zgjedhjet lokale, e ke pothuajse të njëjtën gjë. Në zgjedhjet lokale ki numra serek. Por kompania që shtyp fletvotimet nuk është një kompani që ka fituar vetëm tani tender, kishte fituar gjithmonë në KQZ njëjta kompani. Po tash, hajtë bindem ti mu. Pse tash pro gabim, nëse ka fitu gjithmonë tender në... Po tash, hajtë bindem ti mu që edhe herave të kalume nuk ka pas manipulime, por tash manipulimet kanë dalë në shesh, duke pas parasysh që edhe partit tjera opozitare janë ndezur më shumë dhe po kërkojnë votë dhe po e din paga shumë sa e kanë votën. Ndërkas kur nuk pjo del vota, edhe ata po hamendsojmë pse s'po na del vota. Dhe kjo që ka ndodhur pa dyshim që Martin Berisha i do duhet thirrë në përgjithësi kush i dha atij të drejtën ose guximin për të futur duart në fletat e votimit, për të ndruar atyre paketat, me çfarë urdhri, me çfarë kërkese e bërja një gjë të tillë. Po ashtu kemi një KQZ e cila thotë, imagjinoni, kemi një organ shtetëror e cila na thot neve një kompani private është përgjegjëse për votimet e juaja. Në anën tjetër, dua për qytetarët e Kosovës, shikoni këtë vin që e kam ngesht, e kam prej balotazhit. Kur është kryer balotazhi? Që një gati një muj. Si ka mundësi më vëlla që shteti neve me na vendos gjëra të tilla, a mundet me kon edhe helm kë? Që s'heqet për një muj ditë? Një muaj. Për çdo ditë unë ka 5 ditë i laj durë të fytyrën. Në pej apo? Në pej kom votu. A ka pas shqetësime edhe nga qytetarë tjerë? Po unë personalisht nuk i kom pyet qytetarët, por veten duke menduar thash si ka mundësi për një muaj mos të heqet një ngjyrë. E kjo ngjyrë, ndoshta unë nuk jam alergjik, por dikujt tjetër mund të shkaktoj edhe smundje. Ja munden kamermanat inshallah i kom prej thojt. Mirë, një çështje interesante, kjo duhet të jetë kujdesshme. Kjo rrjet, por një çështje tjetër do doja ta diskutoja me juve zonja Malici, edhe një herë mirë se ardhën në studion tonë. Ta kërkoj falje për vonesën, po s'ka trafik për bank, çto është tollobin komunikacion. Çito ka dinamika Kosova Today, në fakt kjo intervistë ka qenë projektuar por dje, por dinamika na ndryshuan gjithçka. Ajo që na intereson në këtë moment është sipas teje, cili koalicion e përmbys komplet garën? Garën? Po.
Dëgjo, me përmbys ngarën është pak probleme. Pasa për dytën dhe të tretin, ta bëjmë kështu pyetjen. Po, se... Mes PDK-s dhe LDK-s, kush dele Të para? them, adin është pak problem me hipotetizu që ka me pas një përmbysje të ngarës, se jemi shumë Po leta e lëdojnë, pa, kush po i bjen numrat e ri, kush po i fton partit ma të vogla brenda, kush po kryon ma shumë ambient për koncentrimin e votës tek subjekti i tij. E kemi parë, për shembull, Limaj me Lumir Abdixhi. Ande se ka zyrtarizu. Nuk e realizu, po janë drejt realizimit kësaj. Pastaj është edhe Eman Ramani me PDK-n dhe duke i parë parasysh këtu këtë afat kalimtar të transfereve si në futbol, me që e komentojnë bashkë dhe futbolin do njëherë, cili prej transfereve me ndonë së është më i duhuri deri në këtë pikë? E mira është që partit vetë ka një bazament të mirë, dhe të dy partit politike edhe PDK-ja dhe LDK-ja ka një shtrirje, ka një bazament e ka një vot vetën të përqëndrume, pra ka një vot stabile. Është normale që ato të pretendojnë me rrit votën dhe të gjojnë mënyra me rrit votën, jo ka njëherë me cilësi, po me sasi, do më thonë si që kemi rasin për shumë. Sasia e fiton zgjedhjet, jo cilësia. Po që ata të po thonë, jo me cilësi, po me sasi nuk e thash rasisht, që që partit po të ndojnë e mira është që partit jonë hapë, të më thonë, jonë hapë edhe për prurje të reja, për koalicione të reja, si do qoftë, pavarësisht se ende nisma nuk është që e ka zyrtarizu, po të thejmi që është gati lidhjes demokratike, sepse s'kemi një diçka në horizont që ka me partin demokratike të një marrëveshje, e shumë mirë, po nuk të pas parasysh dallimin e madh që ka PDK me LDK-n në vota, pavarësisht koalicionit, nuk menoj që mundet me ka një koalicion që e përmbys Por dallimi duket jetë pikrisht vota nismës, të tash të zëmë edhe familjen edhe... Po tash nuk jem të sigur që krejt ato vota i shkojnë. Në LDK njëjtë si kurse të zëmë në të kaluar, nuk e dim këtë. Po që ato dhe nuk e dim, nuk jem të sigur që komplet vota e Malishevës shkon për... Nëse nisma vetë arrin me mbledh 18.000 vota, a me ndoni se do ta ketë ma të fështira, ma të letë në gjirin e një partijet madhe si LDK-ja? Ma letë, pa dyshim. Po që kjo pra është ideja, sa që to votat e leta, sa që këtë votat cilësore mund më këthy në atë votën sasiore të cilën e tha zonja Afërdita. Tamam, për me mujtë me bo një farë analize, Lima e flanë ma shumë PDK, sepse është... Normale, po. Produkt, ka dalë prej PDK-s. Dhe PDK-s i kësha bo thire mos më u friksu prej Limas, se nuk ja u merë partin, po me marë në gjirin e vetë, sepse ja u rrit... Po, kanë këtë frikë, kjo është mëse e kjartë, sepse Lima ju flanë të dera veç me marë aty në parti. Kjo është me vite që më ndodhë që Zotri Lima insiston, ka dëshirë, ka vullnet, që tjetë në partin demokratike. Pra figurës ti tutët kryesia PDK-s? Po, pa dyshim që i friksohet Zotrit Limaj, se Zotri Limaj është një figurë të cilën e respektojnë gjithë PDK-ja, pavarësisht që nuk është në PDK. Zotri Limaj ka qenë njeriu i dytë në bas Hashim Thaqit, në qofë se kujtojmë retrospektiv se na po kemi memorie të shkurt. Edhe për shkak të punëve të tyre, ata janë ndarë se s'ju ka dalë hesapi si duhet, dhe i ka ndarë rrugët, por për ndrysha i vazhdon ta gëzoj respektin e Partisë Demokratike, por jo të udhëhesve të saj. Për shkak se ka humbur respektin e Hashim Thaqit. Dhe unë besoj që më e natyrshmja kishte qenë ai mu bashku me Partinë Demokratike dhe Partia Demokratike është fuqizuar shumë më shumë. Ndërkaq sa i përket LDK-s, është thik me dyteja sepse është një bashkëpunim i po natyrshëm dhe kontravers. Sepse ne kemi parasysh gjuhën e cila është përdor veprat të cilat janë bërë ndaj kur ka qenë Fatmir Limaj në PDK me njerë pas luftës, dhe prandaj nuk e lën një bashkëpunim të mirë fillt, besoj unë, sepse qytetarët nuk mendojnë si politikanët. Ne duhet jemi realist. A pas koalicione dhe ma të rënda se kjo isma me LDK-n, zotri Vajsa. Po pavarësisht njës... E ka bërë të kërë me PDK-n e ka bërë. Se ka bërë me PDK-n, është te i kalua jo fosë. Jo, nuk është te i kalu kroni, se kur ka bërë LDK-ja me Partinë Demokratike marveshje dhe është fut në asi o përgjysmu. Edhe nuk ja ka bo vetë vendosja përgjysmu LDK-s, kur ja ka bo PDK-ja, kur është bashkuj sa Mustafa me Partinë Demokratike të Kosovës, aty LDK-ja ka ra në gjysmë. Jo, unë e menoj që për tokë LDK-ja ka ra me kur i Vjosa Osmani i ka ik prej LDK-s, jo Ardian. Me pash, në mbra, me pash, intervjisen e Isa Mustafës. Për koalicionit sa janë të natyrshme, për shembull një koalicion në mes të nismës dhe lidhjes demokratike është shumë pak i natyrshëm dhe nuk e di se si e kanë
menduar, po të shojmë edhe orientimet të tyre politike janë të ndryshme, pra vetë filozofia politike i ndonë ato. Se ka filozofi politike. Mati janë rakë ideologjit, mati faktën në deklarimet të tyre si parti... Po në praktikën e tyre ke po, se në deklarime mund të them unë jam astronaut, por nuk jam. Unë mendoj se si do që të jetë një koalicion shumë më i natyrshëm i nisme social-demokratike do të ishte me Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe si i tillë do t'ju sillte edhe vota më shumë dhe do ta bënte më shumë më të fuqishëm dhe do t'i ofronte. Veliu, PDK bëri një koalicion me Eman Ramani. Edhe ajo është një jam habit me të thonë të drejtën se është një koalicion shumë i panatyrshëm që s'ka të bëj asgjë Partia Demokratike me nismën apo me Partinë e Drejtësisë. Me Partinë e Drejtësisë ka pas më herët. Po pse do të për koalicion? Veç nëse ban pak me plotësu. Te koalicioni me listën për familje, është shumë e vërtet që PDK ka pasur në ndërkaluar në koalicione të tilla, por nuk ka pas, ato parti nuk kanë pas një Eman Rahman ose një Visar Korenic që janë pothuajse një produkt i vetëvendosjes. Unë për shembull e di Visar Korenica. Visar Korenica ka qenë pothuajse si një Dimal Bash ose një Fitore Pacolli që janë sot që vazhdimisht akuzojnë. Visari e marrë një listë në kuvend dhe na linçojtje tu janis, prej meje dhe prej krejt, do me thonë që mendja atirë që jena me PDK-n. Pra qysh mundet një Visar Korenic që mendon që ka pas një diskurs aq tash për aq agresiv, tash me hi në xhirin e PDK-s. Do me thonë unë të dyshoj. Ta një shtok të si kanë ndryshime edhe tjera, edhe në ndryshime në program, në ndryshime në ide, me në ndryshe për kodin civil, ndryshe për... Po, zonja Maliqi, edhe Mamdani me Trumpin e kishin këto dalime, pra e shuajtën njëri tjetrin edhe fashist, po kur i fitoj zgjedhjet Mamdani, Trumpi e pritë në zyrën e tillë i tha... Trumpi edhe nuk e ka problem të vëshin edhe nuk e ka problem të thot 3 herë se ka kërkimi në Ukrajinë, demokracie konsolidore. A ndjerë ndo një deputet Eman Ramani në listën e PDK-s? Nuk e di sa mundet më nxerë deputet Eman Ramani dhe si ka strukturën pas se a i sërshi ka fitu dishka në zgjedhjet e kalume. Mendoj që Eman Ramani ma shumë flanë në PDK se sa në vetëvendosje. Jo, pa qëfar Eman fartë flajtin PDK. Mirë, është mendimi jam, du pas parasysh parimet cilat i ka lista familja, sepse lista familja është kundër gjinive përveç gjinive mashkull dhe femen. Po për ka qenë PDK-ja që krejt që to ligji ka shu për para dhe sot, kështu që nuk flanë PDK lista familja. Nëse e bujmë qitë formë analizën, nëse e bujmë qëto nuk flanë. Po në qëfar forme po e bojmë analizën, sepse ata i kanë dërgu, po tash këta harmonizojmë programin, edhe këta i japin kërkesat e veta, mos e bëni qëta, po bojmë na me juve. Dhe pa dyshim që Eman Ramani ose këta lista familja do të nxjerrin ndonjë deputet, 1 ose 2 deputet, besoj që do i nxjerrin nga lista e PDK-s, duke pas gjithnjë parasysh që ka njerëz të cilët janë fetar, sepse këta thirrën janë besimtar në emër të fesë, sepse aty i kanë votat, të flasim haptas, dhe aty i kanë votat. Ishte Hashim Thaçi ai që i normalizoi këto punë të radikalizmit fetare gjëra të tilla dhe i mori hapat më të rëndësishëm luftën kundër radikalizmit. Normali kur ka qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje edhe në faqen zyrtare të lëvizjes për pikën në kodën e trima ku ka vepruar ai postonte nga xhamit edhe nga ritualet fetare të tij. Është një personalitet që gjithë votat dhe elektoratin e ti e ka të pjesa e... Më me vazhdu aty kërë lashtë analizën këtu në veç edhe një fjali. Eman Rahmani me listën familja marrin vota brenda PDK-s për shkak se vetëvendosja ka qenë një mish-mash i vlerave. Një kontravlera, këtë komplet kontraverse janë brenda vetëvendosjes, do me thonë këtë llojet komuniteteve i ka fut, shoqërisë i ka fut brenda asaj partie dhe prandaj vetëvendosja nuk ka qenë e natyrshme me funksionu. Ndërkaq në PDK besoj që ka njerëz të tjerë fetare besimtar të cilët kanë vedien politike ose anim ideologjin politike me PDK, ndërkaq që kanë rastin me votu edhe dikë i cili fetare besimtar dhe votojnë Eman Ramanin, Visar Korenicën. PDK edhe në kaluarën ka pasur në listën e vet, ka pas njerëz që janë fetar, apo nuk është që këta po shkojnë të aty. Ka pas njerëz që me mbulesë kanë qenë në listën e PDK-s. Po, të dyjat pa dyshim që të dyjat përfitojnë, por puna është sepse Lima e sill vlerën e luftës. Në secilin
koalicion partia kur e bën. Jo, për kundrazi. Jo, po nëse ndërtohet kauza mbi sakrificën. Dash më fut se vlerat luftës LDK ki më shumë se në këtë parti tjera. Absolutisht nuk i mohon pavarësisht se tjerët mundohen me privatizu luftën, e vërteta është që çfarë them unë. Dhe zotri Limaj është ai krahu i kundërshtar i këtyre krahut të LDK-s të luftës. Dhe prandaj nuk është diçka natyrore, nuk është diçka natyrshme. Nëse kthehemi në retrospektiv, kur është dëmshmuar një gjë e tillë? Fetarudi. Me çfarë vendimi? Po ka pasur një vendim. Nuk ka nevojë me pas vendim, ai njeri del në televizion edhe i thot. Po ai ka deponuar Limaj ka bashkëpunuar. Ka dhënë sqarimin. Ardian Limaj, si Limaj me Kjo ka dhënë sqarimin. Ka të vërtetë atë sqarim. S'kem nevojë me ia ne, se s'kemi ndaj vendim gjykate. Kjo tash janë dy të vërteta këtu. Nuk kemi ndaj vendim gjykate edhe s'kem nevojë me. Mendoj që e ka përcjellur këtë si temë për faktin që fillimisht historikisht LDK ka bërë të kaluar në koalicion me PDK-n, kështu që është thyer ky akull e më pas. Po kanë bashkëpunuar edhe me Limajn, edhe në opozitë kanë bashkëpunuar me Limajn. Limajn ka pas një marrëdhënie shumë mirë edhe me kryetarin e LDK-s, me Isa Mustafën. Tash çfarë mendon elektorati është diçka tjetër. Po, shpajton se po diçka tjetër çka mendon elektorati nga leadershipi. LDK-ja Gaxhirri? Mu? Hipotetikisht, në qoftë se do të votoja për LDK-n, hipotetikisht. Po ne me qenë se na njihemi edhe personalisht e din që unë jam njeri që mbana për fjalë dhe për parime. Mu nuk gjithë çka mundesh me bë veç dinitetin s'mundesh me shkel. Edhe prandaj një njeri që më gënjen, unë nuk jap mundësinë me gënjë dy herë, sa ai që gënjen, ai vjedh, e tradhton, e shtin, e krejt zezat i bën. Dy njerëz janë më të rrezikshëm në jetë për mua, gënjeshtari edhe mos më. Për fat mirë nuk ka në politikën. Prandaj mua më kish lënë. Po prandaj halosim kysh në politikë, po pras dikon me parime. Për ata që na shohin live, kemi hapur një sondazh me pyetjen a vendos diaspora fituesin e zgjedhjeve. Se në fakt afërdit kjo ishte tema fillestare, por ti nuk ishe në studio, sepse gjithë ky sistem për të bërë zgjedhjet me 28 dhjetor me gjithë rrezikun që mund të ketë mungesë të monitoruesve nga Bashkimi Evropian, energjia festave, ka një shpërfillje qysh nga jetët e përditshme se lërë më në procese të tilla. Po i bie që gjithë kjo sakrificë u bë për diasporën. Pra, në realitet diaspora neve na e përcakton të ardhmen politike, kështu po i bie pak a shumë. Në realitet komplet rruga e vetëvendosjes muajve të fundit ka qenë më na shumë 28 dhjetor, për shkak se ajo menon që votat e diasporës i ka, kështu menon vetëvendosja. Por unë nuk menoj ashtu, sepse unë kam familjar në diasporë, si kur të gjithë ne që kemi familjar, kemi shoqni e di, kanë menu në ryshe në 2021, sot menoj në ryshe, edhe është mirë bile ata që janë në Kosovë dhe votojnë në Kosovë për shkak të mundësi se keqpërdorimit të votës si që ka ndodhë, menon shkurt, kur të gjithë e dim që votat e konsulatave janë keq përdor. E kemi po kemi fakte për atë. Kemi po ambasadorin të bartë me kuti vota. Pra mundet mu keq përdor vota e diasporës. A e përcakton, a se përcakton, unë nuk menoj që e përcakton, sepse nuk e ka përcaktu në nënë shkur 2025, kur pothuj se vetëvendosja me numrimin ende pa votat e diasporis i kishte 28 deputet, me votat diasporis nuk o që ju rritë naj deputet. Do më thonë, nuk është që... A mund të ndryshoj kësa radhe, sepse... Po mund të ndryshoj për parti tjera. Për parti tjera. Po letë kënë base, sepse u pa në këto zgjedhje lokali... Unë e menoj që edhe për... A e bëm PDK-ja, a rrim PDK-ja të marrë vot diaspora? Unë e menoj, po, pa tjetër. PDK-ja ka 2-3 vjetë që i ka konsolidu me apë mirë degët në diasporë në Gjermani, në Zvicër dhe në Itali, edhe ka votë diasporës edhe PDK edhe. Për këtë po thëmë që unë e menoj që ma shumë kanë me përfitu parti tjera, votë diasporës e sa vetëvendosja. Kjo që po e përdor vetëvendosja, tash këtë qërshën e diasporës është vështë me manipulim, të më thonë, po donë me manipulu sërish diasporën nëse opinionin publik. Për ndryshe... I përket shtyrjes afatit. Ne kemi parasysh që unë për 8-9 muaj sa kemi dalë prej zgjedhjeve dhe kom pas fjalë të njëjta deri sot dhe e kom ditë që zotri Kurti nuk don me bë qeveri, nuk don me konstituu kuvendin. Dhe zotri Kurti nuk i don zgjedhjet as me 28 nëntor. Me vetë zotrin Kurti ai shtyn zgjedhjet deri në prill. Deri bëhet krahi djathti i tij na Vjosa Osmani. Sepse aty ai ka matematikat në mënyrë që se krit problemi këtu është te presidenti. Kë do e vendosin president pastaj? Pavarësisht nëse krijohet qeveria dhe këto parti tjera nëse bojnë koalicion, prap do vi çështja e presidentit në prill. Dhe prandaj ne kemi nevojë për një koalicion qendror i cili është i fuqishëm,
Kemi nevoj për 80 numra në parlament, nuk kemi nevoj vetëm me bo një qeveri, vetëm 60 numra, sepse ne jemi në një proces prej të cilit nuk mund të ikim, sepse kushtetuta na i parashe gjonat ose vazhdimësinë e shtetit. Dhe ne duhet ta dim që kemi me zgjedh presidentin në prill. Dhe në rast se nuk kemi një koalicion me 80 numra, ne kemi me shku prap në kaos, kemi me mbet qysh jemi halo. Dhe prandaj, mendimi im është që zotri Kurti me pas leon, aja as 28 vjetor nuk e kish bo zgjedh, po i kish bo diku në marsa, në prilla. Sa ma afër që Vjosa Osmanit me iskadu mandati. Për shkak se po e shohim që zonja Osmani na ka paralajmëru për 2 palë zgjedhje. Pikërisht. Na ka paralajmëru, ai vetë ka thonë. Ai na ka paralajmëru për 2 palë zgjedhje. Do me thonë këtë që po e them unë është më së e vërtet. Sa ai vetë ka thonë. I sinqert nuk e di ana e këtë rast, po përfshin goja. Ka dosh me i friksu njerëz e nuk ka mujt me i friksu këtë rast. Dhe kur jemi te krejt këtu, ka dosh me friksu, ka dosh me friksu, krejt këtu në fund do të përshohen në votë. Zotri Veliu. Dhe si shikoni ju, ka pas disa zëra që friksues, themi ashtu, se do të kemi zgjedhje të reja, por rezultat të përsëritur. Por tani këto koalicione si duket po i ndrojnë ujrat politik. Si sheti, ka mundësi që të përsëritën rezultatet? Unë fillimisht desha të nisë me traditën e mirë të zgjedhjeve të rregullt të pranueshme dhe me rezultatet e shpejta që ka qenë në Kosovë në të kaluarën. Unë fillimisht do të kisha dashur shumë dhe do të kisha urojnë këtë rast që edhe këto zgjedhje të vazhdojnë atë vazhdën e mëhershme, jo zgjedhjeve vendore që u bën për shembull në Mitrovic me të lashët që u sollën, apo ndoshta edhe në zgjedhjet e 10-orit kur do të ketë mundësi shumë që të na ikin dritat. Pikrisht në orët e vona, apo në orët, pikrisht në kohën kur pritet të mbyllet procesi. Këtë 10 orë për thuaj? Si që ndodhë zakonisht, është një proces se ka ndodhë thuaj se në çdo zgjedhje të mbajtura në dimër, dhe kjo është më e keqja përveç mungesës së monitoruesve dhe faktorit ndërkombëtar që do të jetë i mangët. Se mos harroni, të gjithë ambasadorët që janë në Kosovë, apo administrata ambasadave në atë periudhë kohore nuk do të jenë në Kosovë. Ata do të ikun në vendet e tyra. Ndërsa sa i përket rezultatit zgjedhor, unë mendoj se elektorati në Kosovë ka treguar se është shumë i mençur. Pasi që në vitin 21 e votoi 50%, apo pak më shumë se 50% lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurti për të bërë ndryshimin, për të i kaluar gjithë ato në të kaluarën, pra atë 20 vjeçarin që jenë thirrur gjithmonë në emër të korrupsionit, krimit e gjithë asaj çfarë ka ndodhur, ja dha shansin lëvizjes vetëvendosje që të krijojë qeverinë dhe të luftoj, të paktën të luftoj korrupsionin, s'po merremi me çështjet e tjera apo me pritimet mallore me të cilat erdhi lëvizja vetëvendosje. Dhe për 4 vite një gjë të tillë nuk e arriti ta bëj lëvizja vetëvendosje. Mirë, por në zgjedhjet e shkurtit të këtij viti, qytetari i Kosovës i dha 42% lëvizjes vetëvendosje dhe ja bëri me dije që ne prap do t'ju zgjedhim juve për të parët, do ta keni kryeministrin, po detyrimisht do t'jeni të bëni një koalicion me njërin nga forcat tjera në mënyrë që të qeveriset vendi. Këtë e ke shpërdorën dhe nuk u arrit një koalicion i cili do ta kishte krijuar qeverinë ndoshta në prill, maj apo qershor, dhe nuk do t'i kishin problematikat në komunën e Prishtinës, nuk do t'i kishin problematikat me buxhetin e vitit 26, por problematikat e cilat janë mbledhur. Dhe tani, në këtë periudhë, kur ne po shkojmë në zgjedhje pas gati një viti pa një kuvend, pa një mbledhje të rregullta të kuvendit, pra kur kemi miratimet ligjeve, projekt ligjeve, pas një viti, pra, bëhet një vit... Një vit, pra, që nuk kemi mbledhje të rregullta dhe punë të kuvendit, të cilët deputet morën pagat e tyre, mirë po nuk e kryen punën për çka ata jenë paguar. Unë mendoj se qytetari do t'i dënoj edhe një herë forcën kryesore, të gjithë e kanë pjesën e fajit të tyre. Mirë po, fajin kryesor për mendimin tim e ka forca kryesore. Pra, fajësia do të dohet proporcionalisht me numrin e votave që kanë marrë. Dhe unë mendoj që në këtë rast lëvizja vetëvendosje do të arrijë deri te 35%. Është mendimi im, ndërsa forcat që do të 6% dikun bjen ndërsa forcat që do të dënohet më së shumti në këtë rast do të jetë Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe jo vetëm që do të jetë forca e tretë, po unë e kam ndronë se Lidhja Demokratike nuk do të arrijë as numrin e vitit 21 për shkak të
pengesat të fundit që shkanë shku. Mirë, këto e në deklaratet mija. Ne po spekulojmë tani. Jemi në fushën e spekulime, gjë që na lejohet. Dhe me 29 dhjetor do të dokumentojmë dhe do të shohim të gjithë. 28 në mbrëmje, trendit, me njëherë. Po, ose 28-in. Do të denohet edhe Liga Demokratike për arsye se kishte mundësit ftesën nga lëvizjave vendose, por edhe në anën tjetër kishte ftesë edhe nga partitë opozitore që të krijohet një front i përbashkët, po ata këmbgulën që në çdo mënyrë të jetë Abdi Xhiku kryeministër. Abdi Xhiku jo që nuk do jetë kryeministër, po Abdi Xhiku në janar nuk do të jetë as kryetari i Lidhjes Demokratike. Unë besoj komplet të kundërtën nga zoti Veliu. Dëgjojmë të botë. Lutem, unë e kuptoj që je i ndjeshëm sa përmendit LTK-ja, Gaxheri, por kam edhe një çështje. Prej vetit për nismen, po me gjithë rregull. Kam një çështje edhe me Afërditën se ka një bashkim edhe në PDK. Ladrovci u kthye. Ladrovci ka qenë bre në PDK? Ka qenë në PDK? Ka thonë që kom dalën e kjo. Kur ka thonë, kjo vazhdimisht ka thonë, edhe në gjatë pushatës qëdhore ka thonë, unë jam PDK. Më kanë detyru me bëj iniciativen, edhe po e bëj iniciativen, për ndryshë unë jam PDK. Elektorati i Drenasit, i Ramiz Ladrovcit është PDK. Por ajo që tha Veliaj, unë pajtona me ty këtë që ato argumente na vazhdimisht i përsëritëm. Por unë e menoj që partit politike në këto zgjedhje nuk kanë me pas shumë, ose qytetarës s'kam ja marrë shumë parasysh programin. Partit politike kanë duhet me tentu cila për jale pojnë tjetërës ma shumë. Për këtë blokatën dhe për këtë ngërqin Jemi të morë çdo herë, nuk kom... Në është një plan programe shkollë? Plan programe, normal plan programe. A ka pas Albin Kurti plan program? Unë e ti po. Nëse Albin Kurti s'ka pas plan program, ju mendoni se pa plan program poshtet Albin Kurti? Albin Kurti ka pas me gjuhën... Që po thot Afërdita është e vërtet. Vedia populore tek ne nuk interesohet për programin as për ekipin. Pra ndaj kemi punë që shi kemi. Se na zgjedhim një njeri, thojmë, është burri mirë të japim votën. Edhe të pjesa e koalicionit, mos harroni se nuk ka mbaruar asgjë nuk ka mbaruar të pjesa e nismës me Lidhjen Demokratike, sipas disa informacioneve, nisma socialdemokratike është në bisedime me Partitë Demokratike për një gjë të tillë është pajtohet edhe kryetari i sapo zgjedhur i Partisë Demokratike, janë disa eksponent të Partisë Demokratike në kryesinë e Partisë Demokratike, eksponent më të rinj pra të asaj force politike që nuk e dëshirojnë një koalicion të tillë dhe domethënë që nuk është ende e mbyllur si çështje. Jo, është e mbyllur, natyrisht jemi në këtë situatë, shohim gjatë ditës së sotme apo nesër nëse do të ketë një lajm për këtë, por ishim me Gaxherin me që hape një temë Veliu, a do të ndëshkohet, apo do të shpërblehet, mbase mos veprimi, me fjalë të tjera më të quajmë me Abdi Xhikut, a është dashur realitet kështu të veprojë LTK-ja, sepse po të vepronte ndryshe, do të akuzojë se po duan ta bllokojnë Kurtin. Kështu që mbase është dashur që të konsumojë koha, le të shihet kush çfarë ka bërë deri në këtë moment. Para se të vite përgjigja e pyetjes tuaj, do doja të bashkangjitëm bisedimit me zotrin Velia, i cili me plot vende tha që populli i Kosovës po tregohet shumë i vetëdijshëm në raport me votimet, duke pas parasysh që i dha mundësinë zotrit Kurti 51%, i dha superfuqinë për të udhëhequr me vendin dhe jo për të dështuar për zotri Kurti dështoi. Dhe si pasojë e dështimit të zotrit Kurti, populli prapë ndëshkoi me 42%, duke i dhënë prapë një mundësi madhore, por ai prapë nuk deshti me shfrytzuar atë mundësi dhe tash po shkojmë prapë në zgjedhje dhe komplet faji bie mbi zotrin Kurti dhe lëvizjen vetëvendosje dhe kjo është shpresa e vetme për mua që vazhdoj të jetoj me plot shpirt në këtë vend sepse është populli i Kosovës, janë shqiptarët që mbajnë balancin. Ata të cilët e mbajnë balancin edhe kur jemi kes na mundohemi me bo mirë, jemi të vujtum, jemi të hekum, po prap na po lypim alternativa s'po dojmë lëshu vendin ton. Këtë shpije kemi. Ndërkaq sa i përket pyetjes suaj dhe atë çka elaboroi zotri Veli, unë mendoj komplet të kundërtën për shkak se Lidhja Demokratike e Kosovës është ndërshkuar për dy arsye. Një për arsyen e parë që ka shkuar me PDK-n dhe e dyta se ka shkuar me vetëvendosin dhe të dyja këto, pastaj Vjosa Osmani e këto janë gjëra më minore në raport me këto për humbje të votës. Dhe tani për momentin e ka një lider edhe e ka një leadership e cila po i mbajnë fjalë të veta. Dhe krejt që ka pas nevojë elektorati i LDK-s ka qenë për një leadership i cili mbajnë fjalët. Dhe zotri Abdi Xhiku po e mbajnë fjalën. Komplimentet e mia për të, sepse është e vështirë në politikë
të mbash fjalën, e sidomos kur janë në kalkulime të tilla, kur është vendi në një situatë të tillë që të rrish në qëndrimet tua. Prandaj jemi duke shku në zgjedhje, sepse Abdi Xhiku nuk po e tradhën elektoratin e vet dhe Abdi vetëm. Xhiku po na çon zgjedhja. Tani për zoti Gaxherin nëse e shtron në këtë mënyrë, atëherë më thuaj zoti Gaxheri çfarë kuptimi ka gara elektorale një subjekti politik i cili ik koalicioneve dhe ik qeverisjes. Nuk është Nga të dy krahët në këtë rast, jo vetëm apo mendon se zoti Gaxheri do të arrijë një herë 50%, Lidhja Demokratike do të arrijë 50% për të bërë qeverinë e vet? Asnjëherë. Asnjëherë mos thuaj asnjëherë. Por edhe një tjetër, Zotri Velia, në qofse, Veliu, më falë, lutem, Zotri Veliu, në qofse nuk i arrin 50%, i arrin 30%, një 20-30 i arrin dikush tjetër edhe bojnë koalicion. Prapë do t'jenë PDK ose vetëvendosje. Me Lumirin është problemi arrit 30% LDK-ja. Problemi arrit 30%. Nuk është ai leadershipi. 13-18 e boni. Pse nuk më? Po nuk është, dëgja, nuk është ai pe paraqet Ardiani. E para punës, momentin që ti hin në politikë dhe momentin që ti hin në zgjedhje, ti hin me marrë përgjegjësi. Ti edhe je dal në pozitën e tretë, edhe po gjon kajte, jo po dua ashtu, jo s'po dua ashtu. Ai o ju çka çka je, nëse je organizatë jo qeveritare, okay. Duhesh me marrë përgjegjësi. Ky faktet i jap për Lumir Abdi Xhikun dhe suksesin e tij edhe në status quo. Në Albinit ja di mendsinë që ka. Albini me mujt e man kaos vendin, ja di mendsinë. Ne kemi problem me parti tjera. Pas shikues tjetës tyre. Zotri Abdi Xhiku është i vetmi person i cili ka dhënë opcione për status quo. Ka dhënë opcionin me 15 pika për qeveri gjithëpërfshirëse. E para. E dyta, Zotri Abdi Xhiku është i vetmi person i cili ka dhënë opcionin që të votohet buxheti dhe marrëdhëniet ndërkombëtare te Vjosa Osmani. Pavarësisht që Vjosa Osmani Pse se votoj? Pse nuk deshti Vjosa Osmani Albin Kurti. Prandaj, edhe ai nuk e ka pasur. Jo, seanca u thirr. Jo, thirr seanca. Po jo, nëse po volim për Lumirin, nëse Lumiri ka qenë për mes gjithë çështën, s'ka shkojnë seancë me votu pra. Shitur fojnë dikuj tjetër. Nuk është për shitur fojnë, kjo është fakt. Kjo është fakt, Zotri Veliu. Kjo është fakt. Se e patën mundësinë për të votuar buxhetin. Faktet janë pa të kontestueshme, fatbarësisht unë flas vetë fakte. Pse se votuan sipas teje? Mundësinë e patën të gjithë, mirë po, ata e panë që ligjërisht një gjë e tillë është e pamundur dhe një buxhet për një vend, buxhetin për një vend propozon qeveria, ndërsa ne Kosovë kemi një qeveri që është në detyrë dhe si e tillë nuk ka mandat, nuk ka pas mandat. Atëherë pra, çfarë propozimesh del forca e tretë politike. Forca e tretë politike ka qenë dashur të jetë më suqel dhe të arrijë një koalicion qoftë lëvizjen vetëvendosje, qoftë edhe me forca tjera ish opozitare. Por ja për fund Veliu. Kanë bërë shumë për fund Veliu, si do duket koalicioni i jashtëm duke ditë që kemi para vetës edhe procesin e zgjedhjes së presidentit? Unë uroj që këto zgjedhje a bëhet më parë PDK apo PVLDK? Mas mbarimit të këtyre zgjedhjeve të kemi një koalicion i cili do të arrijë të zgjedh edhe presidentin e Republikës pasi a do bëhet më parë VV PDK, VVLDK apo ish opozita? Po tash të gjithën këtë që ne po e flasim apo çfarë ju është rënë pyetjen do të bëren nga numrat që do dalin. Nga numrat që do dalin, por megjithatë unë uroj që një koalicion i arshëm të krijojë mundësinë të zgjedhjeve nuk po mundet me thonë që me PDK-n se pastaj bën unë e them varet shumë nga numrat, por unë kisha dashur një koalicion nga partitë ish opozitare. Nga partitë ish opozitare kisha pasur me pa një koalicion. Kto janë parti institucionaliste, kanë ky procese shumë të rëndësishme të vendit, i marrin përgjegjësinë, nuk na vjen me qenë ende në qeveri një parti që sillet me vendin sikur me kon me qirak ky vend. Unë mendoj se më mirë për vendin do të ishte një koalicion i cili e mundëson zgjedhjen e presidentit. Nëse shkojmë në numrat e një që ka qenë në të kaluarën, do të ishte në mes Partisë Demokratike. O, dëgja, nëse nuk dojnë mirë, por ne nuk i dim numrat çfarë do të jenë. Sakt. Po, le ta zëmë që janë numrat ashtu siç janë se jemi nëse ka vullnet politik, presidenti zgjedhet edhe pa shku në zgjedhje, gjendet një emrin e kena pas edhe në të kaluarën modele kur është zgjedh emri i atij veti. A kanë partitë politike guxim të shkojnë në zgjedhje për zgjedhjen e presidentit, dhe s'do ndodhë një zgjedhje të besoj. Unë apet po përsërit anasem tjetës tona nuk mund të me lënë këta me bu hajgare kështu që një vjet me neve prapë me në zgjedhje, pa asë një rezultat, sepse duhet pa tjetër ta potencoj një gjë tillë. Ne nuk duhet të votojmë partitë politike të cilat mendojnë se hajtë se vota jote
është që aty e mirë qenë. Ne duhet të votojmë ata të cilët e mbajnë fjallën, sepse jemi lodhë me gënjeshtra, jemi lodhë me mashtrime. Kemi nevojë për lider dhe leadership të cilët mbajnë fjallët e tyre dhe ne e dim ku po udhtojmë ta. Dhe Gaxheri, pyetjen e dëgjove pse s'kam nevojë ta bëj. Si do duket potencialisht se janë këta numra si që janë, nëse nuk lëvizin shumë një qeveri jashtme e Republikës Kosovës? Unë besoj që një koalicion më i natyrshmi edhe me qenë se nuk është bo akoma deri sot në Kosovë do ishte lëvizja vetëvendosi me Partinë Demokratike. Për shkak se me lidhjen demokratike u pa që nuk funksionon dhe lidhjen demokratike i ka kushtuar shumë në elektorat. Ndërkaq frika e lëvizjes vetëvendosje për shkak të narrativave të krijuara nga Kurti dhe në anën tjetër forcës së PDK-s ka frikë që të bashkohet me PDK-n, por unë besoj që do ishte e mirë se për vendin tonë, për shkak se në qoftë se do kishte sukses, do kishte sukses. Në qoftë se do kishte sukses, do ndaj shapi prej sheqerit e kishim kuptuar që vendit e ka një emrust përbashkët. Këtë s'po them unë, po i citoj opozitën. Pse pra nuk është i natyrshëm një koalicion PDK-LDK, zotri Gaxheri, në këtë moment me zgjidh situatën? Sepse të dyjat e dërgojnë gishtin me një pikë. Kroni e kemi pas një koalicion i cili nuk ka funksionu, është prish në gjysëm, plus i kemi kundërthënjet mes këtyre dy partive janë rivalet kryesore. Vetëvendosja është një farë Coca-Cola e cila u mu shkume dhe kamera. Sigur, ajo kamera edhe 4-5 vjetë e bjen 10% vetëvendosja. Faleminderit shumë për gjitha komentet tuaja. Po, faleminderit. Shojmë bashkë rezultatin e pollit që kemi pasur të hapur pra sondazhit në YouTube për gjitha ata që na kanë parë live. Pra, pyetja ka qenë lidhur me diasporën, pra vendos diaspora fituesin e zgjedhjeve, po kanë thënë 47%, jo kanë thënë 53%. Lulzim Veliu, faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit shumë. Gaxheri, faleminderit shumë. Afërdit, faleminderit që të më kënaqësi. Kthehemi vetëm pas pak me Kosova Today dhe me një blog krejtësisht tjetër.